Këshilli i mandateve është mbledhur sot në orën 10 për të diskutuar kërkesën e SPAK për marrjen e autorizimit për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. SPAK po përfaqësohet në këtë mbledhje nga 3 prokurorë, drejtuesi i institucionit Klodian Braho, si dhe 2 prokurorët që po hetojnë zëvendës kryeministren, Dritan Prençi dhe Dorina Bejko. Po ashtu kanë mbërritur avokatët e Ballukut, Pamela Qirko dhe Ardian Kalia. Mbledhja ka nisur me debate pas kërkesës së Partisë Demokratike për ta zhvilluar atë me dyert të hapura. Prokurorët e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, kanë deklaruar se ndaj saj janë konstatuar fakte të tjera penale dhe gjendja e saj procedurale është rënduar, duke përfshirë rrezikun për të prishur prova ose për të kryer krime të tjera. SPAK ka bërë me dije se më 20 nëntor 2025, Balluku ka tentuar të ndikojë në dëshmitar duke u kërkuar atyre të ndryshojnë dëshminë. Personat e përfshirë në krim kanë kërcënuar dëshmitarët në emër të Ballukut dhe kjo është dokumentuar në transkripte të bisedave që gjenden në 16.000 faqet e dorëzuara nga prokuroria në kuvend. Prokuroria pohoi gjithashtu se as Balluku, as avokatët e saj nuk kanë ngritur pretendime për ndikim politik apo për ndjekje politike, duke konfirmuar se hetimi nuk ka sfond politik. Avokatët e Ballukut kanë deklaruar se nuk kanë asnjë pretendim të këtij lloji, duke vërtetuar kështu që procesi është zhvilluar në kuadër të ligjit dhe pa motive politike. Heqja e imunitetit të Ballukut nga kuvendi do t'i hapte rrugë arrestimit të saj, me burg, në shtëpi ose kontroll banese. Gjatë mbledhjes të pak ditëve më parë të grupit parlamentar të PS-s, Rama tha se parlamenti do të shprehet fillimisht për imunitetin, më pas për ndryshimet ligjore, me ndryshimet ligjore në kodin e procedurës penale, që në parlament kërkojnë 84 vota, gjykata nuk mund të ushtrojë ndaj presidentit, kryeministrit, zëvë-kryeministrit, ministrave, antarëve të gjykatës ushtetuese, avokatit të popullit dhe kreut të KLSH-s, vetëm masën e pezullimit nga detyra. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku është marrë e pandehur për shkelje të barazisë në tendera për tunelin e Llogaras, teksa është edhe në hetim për 7 lotet e Unazës së Madhe.